Suplementi.com Fattore Italia që I dha hapësirë sipërmarrjeve italiane në Shqipëri është prezantuar mbrëmjen e së mërkurës në rezidencën e ambasadorit italian Massimo Gajani. Në ceremoni merrnin pjesë 140 sipërmarrës italianë në Shqipëri, grupi mediatik Free and Fair Media, ku bën pjesë Shqiptarja.com dhe ministrat Relvant Bodë dhe ai I Shëndetësisë Halim Kosova. Nuk mungonin gjithashtu sipërmarrës shqiptar që bashkëpunojnë me biznese italiane. Për ambasadorin italian Massimo Gajani, biznesi italian në Shqipëri është një nga urat më të mira lidhëse mes dy vendeve dhe ka një rëndësi sociale të madhe për vendet e punës që krijon. Si tratta di tutte le aziende che compongono l'articolata presenza. Bëhet fjalë për praninë e të gjitha sipërmarrjeve italiane në Shqipëri që zhvillojnë një rol të rëndësishëm në ngritjen e urave lidhëse midis dy vendeve tona. Ato zhvillojnë gjithashtu një rol social duke krijuar vende pune në Shqipëri dhe siguruar një prani të rëndësishme të Italisë në një vend që dashuron Italinë dhe produktet e saj. Dando lavoro a molte persone qui in Albania. Cosa ne pensate di questa? Çfarë mendoni për këtë iniciativë dhe sa e rëndësishme është për ju? Intanto grazie per averci scelto. Mbi të gjitha faleminderit për zgjedhjen nga ju. Për ne është e rëndësishme sepse na lejon të prezantojmë më mirë investimin e bërë, që gjatë realizimit ka hasur vështirësi. Nuk ishte kuptuar mirë nga një pjesë e opinionit publik, pra ishte një mënyrë e mirë për ta bërë të njohur investimin ton. Iniciativa e Shqiptarja.com është e nevojshme për të bërë të njohur investimet italiane në Shqipëri. Cili është një moment I veçantë në lidhje me investimin tuaj përveç mos kuptimit fillestar? Momenti I veçantë është dita e inaugurimit, 3 qershori I 2009-s. Kanë kaluar gati 4 vjet. Beh, è un'opinione prettamente totalmente positiva. Është një moment totalisht pozitiv sepse sistemi Itali është një koncept që faktikisht ekziston, por duhet forcuar. Të evidentosh ekselencat italiane, shërben të njihemi me njëri tjetrin, pasi shpesh jemi të zënë me punë dhe gjithashtu të vihemi në shërbim të popullsisë lokale. Mendoj se është pozitive. Cili është përfitimi si I Shqipërisë ashtu dhe I Italisë? Vlerësoj vendosjen e sinergjive në një plan të përbashkët ku spikasin karakteristikat e dy popujve. Nga njëra anë jemi ne dhe në anën tjetër shqiptarët, të rinj në fushën e sipërmarrjes, por shumë të fortë, shumë të përgatitur dhe shumë të shkathët në sipërmarrje. Këto sinergji na ndihmojnë në idetë tona dhe idetë e përbashkëta, duke siguruar sukses për të dy palët. Mendoj se është një iniciativë e mirë pasi jep dukshmëri komunitetit italian të biznesit që është I pranishëm në Shqipëri prej shumë kohësh. Për mendimin tim ka një afërsi kulturore midis Shqipërisë dhe Italisë. Momente të rëndësishme të punës tuaj në Shqipëri? Personalisht kam zbuluar se populli shqiptar është shumë miqësor dhe shumë I hapur, që do Italinë e që ishte ditë që nuk e dija më parë. Eksperienca në Shqipëri është shumë pozitive. Ka një sistem të vendit që funksionon, ka një lloj energjie pozitive në këtë vend, që është diçka që në Itali po na mungon prej kohësh, prandaj jam I kënaqur. Absolutisht po, ishte një mënyrë për të vendosur në evidencë punën tonë dhe investimin tonë në Shqipëri. Nëse flasim për përfitime për sipërmarrësit apo dhe qytetarët, cili është ai? Duhet të mendojmë se energjia është një e mirë globale dhe nuk mund ta mbyllim brenda kufive kombëtar. Duhet mendojmë në një këndvështrim rajonal. Ballkani mund të jetë vërtet I lidhur me rrjetet europiane, sistemet europiane dhe tregjet europiane. Ky është objektivi që duhet të ndjekim me të gjitha forcat tona. Nëse do flisnim për energjinë tonë, fjala kyçe sot është energji e pastër. Në Shqipëri cila është situata? Shqipëria varet ekskluzivisht nga energjia hidro dhe ajo është e pastër 100%. Shqipëria ka një potencial hidro 1200 megawatt, që do të thotë gati të dyfishosh fuqinë që ka aktualisht. Shqipëria mund të jetë e pavarur në sensin energjik vetëm me energjinë hidro. Çfarë na mungon për ta bërë? Mungojnë rregulla afatgjatë, çmimet e energjisë të fiksuara për të paktën 5 vite dhe kjo do të sillte padyshim investitorët në Shqipëri. Pse është I rëndësishëm për ju ky komunikim? Së pari faleminderit për iniciativën. Për ne është e rëndësishme se jemi kompania e dytë në Shqipëri dhe e para mes kompanive të huaja. Është një treg I rëndësishëm për traditën dhe lidhjet mes dy vendeve. Është një treg ku punojmë me 4 linja, ku kemi investuar dhe po investojmë, dhe sa herë kemi krijuar projekte të reja, konsumatori shqiptar na është përgjigjur. Besojmë forcërisht në këtë treg. Besojmë në vlerat e Italisë dhe iniciativa juaj nderon punën tonë. Qyteti I ri ku do keni fluturime drejt Italisë, cili do jetë? È stata Venezia.
Ishte Venecia, nga qershori do rrisim linjën me Romën nga 2 në 3 në ditë dhe ky është një investim i rëndësishëm. Kemi Milanon 2 herë në ditë, kemi Pizën nga përmes Romës në të gjithë rrjetin ton, nga Shqipëria mund të arrihet kudo me Alitalia. Si e konsideroni ekonominë shqiptare? Po le të themi se është pak a shumë e njëjtë me ekonominë e rajonit dhe ato europiane. Situata është komplekse kudo. Ne italianët nuk kemi të kënaqur, siç e dini në vendin ton, shumë tema ende duhen zgjidhur nga faktori politik. Në Shqipëri situata ka kompleksitete të rëndësishme. Kemi zgjedhjet e përgjithshme që po afrohen, të cilat na bëjnë të jemi shumë të kujdesshëm me problemet, duke u kujdesur për klientët tanë. Kemi një paradoks, nëse depozitat po rriten, kemi më pak likuiditet në qarkullim. Çfarë po ndodh? Kam motiv të theksoj se rritja e likuiditetit, përveç se po vjen nga kthimi i migrantëve nga Greqia apo Italia, që si pasojë e krizës lën këto vende duke marrë me vete kursimet e viteve punë, ka dhe një motiv të sjelljes në mosharxhim. Gjatë një krize të tillë, personat janë më të prirur të mos investojnë. Ata janë tani duke ndjekur si do të shkojë kriza e më pas do vendosin. Mund them se mundësitë për investime në Shqipëri ekzistojnë dhe janë shumë të rëndësishme. Në disa sektorë të veçantë janë të një niveli të lartë. Sigurisht, projektet serioze që kanë një plan biznesi serioz janë të denjë për vëmendjen e çdo instituti kredie, ashtu dhe për tonin. Ne jemi të gatshëm të financojmë çdo projekt serioz që mund të na propozohet. Grazie ambasciatore. Io intanto saluto tutti gli ospiti presenti, saluto Në emër të kolegëve dhe miqve falenderoj ambasadën italiane. Unë frekuentoj Shqipërinë prej më shumë se 20 vitesh e kjo është hera parë që ambasada italiane dhe gjithë sistemi italian bëhet pjesë e një projekti të përbashkët në paraqitjen e asaj që italianët kanë krijuar në këtë vend. Jemi bashkë me shqiptarët që janë miqtë dhe partnerët tanë strategjik dhe kjo është një mundësi për t'i dhënë dritë punës që ka bërë Italia në këtë vend. Si që thash, është një paraqitje para italianëve në Shqipëri. Të ishte mirë që të bënim një paraqitje të Shqipërisë që operon në Itali. Janë të shumta sipërmarrjet shqiptare që operojnë në Itali. Janë 30.000. Disa shqiptarë që kam takuar këtu në 92-shin dhe 93-shin, i kam takuar më pas si sipërmarrës në krahun tjetër të Adriatikut. Jap këtu një këshill për të paraqitur një suplement tjetër special me titull Faktori shqiptar në Itali, nuk dua të marr tjetër kohë. Falenderoj ambasadorin, kolegët dhe sipërmarrësit. Faleminderit. Ambasciatore per avermi invitato. Buonasera a tutti.